ndasisë të kështu epopes, mos përfshirja në aktivitete të qeverisë. Në fakt, qeveria i ka ftuar mirë po vetë këtë familjet të dëshmorëve, OVL UÇK, nuk janë përfshirë. Përshëndetje, zoti Ashari, nëse po më dëgjoni. Përshëndetje. Pam një deklaratë të juajën teksa bët homazhe tek kompleksi memorial Adem Jashari, thatë se në qeveri ka njerëz të cilët janë anti-UÇK. Në kë konkretisht aludonit? Unë e thash edhe me emrin e qeverin Kurti, edhe vetë Kurti mund të them lirësh, sepse i dim deklaratat e tij në Parlamentin e Republikës Kosovës kur i kvalifikante udhëheqësit dhe basit e luftës si kriminal. Edhe dihet thonja e tij shkoheshin në gjykatën speciale, po megjithatë unë sot i përmenda 3 emra, i theksova ato që ne si organizata, unë personalisht dhe ndisha i turpruar me qenë se kam familjar të ngushtë dhe gjerë të ranë në epopejnë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, bashkë me Lagjen Jashari dhe bashkë me komandantin legjendar Adem Jashari. Dhe unë do të thojë se do të ishte fyrje në këtë epopejt të bëjmë homazhe bashkë me ata që e kanë goditur, me ata që e kanë fry luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zoti Jashari, megjithatë brenda lëvizjes vetëvendosje, ka njerëz të cilët janë UÇK, kanë qenë pjesëtar të UÇK-s, luftar të UÇK-s. Kemi një njerëz sikurse është zoti Selimi, i cili po ashtu qëndron në Hag, sikur zoti Thaçi, zoti Veseli dhe të tjerët. Absolutisht nuk i kontestojmë gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, por unë mendoj se secili individ e ka para luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, luftën dhe pas luftën e saj. Dhe secili që e ka pas armën në dorë, secili që ka dhënë çfarëdo kontributin në të luftë shajt dhe drejt, ne i çmojmë, i respektojmë dhe kemi obligim të mbrojmë të drejtat e tyre. Dhe mendoj se mjaftueshëm ka vepru kjo qeveri anti-UÇK, kur e dini rastin për shembull se si është dakordu, se si ka kërku ndihmë në Moza Kosari Lila nga lista serbe dhe nga kriminali Rajt. Megjithatë, këtë në çështje politike, zoti Jashari, kemi pasur qeveri të tjera të cilët kanë qenë të përfshirë po ashtu me listën serbe në qeveri. Më intereson me ditë, a nuk është një hije e keqe kjo ndasia që është bërë mes qeverisë dhe OVL UÇK-s pikërisht në ditët e epopesë së UÇK-s, ku janë ditët të bashkimit, themi kështu? Absolutisht jo, ne jemi për institucione, sepse pa luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk do të ishin kriju këto institucione. Ne i respektojmë institucionet, po brenda institucionet që ka njerëz të tillë anti-UÇK, do të thotë ne nuk mund të kryejmë aktivitete të nderojmë e të respektojmë, se ne mendojmë që nëse bashkarisht me njerëz të tillë bëjmë homazhe në varrezat e dëshmorëve, i frymë dëshmorët, sepse ata kanë dhënë jetën, e kanë bërë gjakun që jemi të lirë, të kemi institucione, brenda institucione, udhëheqëse në institucione kredibile të cilët janë dëshmuar profesionalisht, pasër moralisht, po mbi gjitha duhet të jenë dëshmuar kombëtarisht mos ta frymë luftën, dhe ju e dini që ne kemi kërku sa më parë që të bëhet ligji për të mbrojtur luftën të krishkronjat të UÇK-s dhe mos ta frymë njerëzit, se e shehni se çdo ditë pyet lufta, fyen veteranët, fyen invalidët, familjet e dëshmorëve nga njerëz të papërgjithshëm, po gjithsesi është e domosdoshme që edhe ligji i ilustracionit të bëhet dhe mendoj se do të na ndihmonte shumë dhe do të largonte gjithë këto këqija që po i servuan në luftës e nërdeshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës nga politikantë papërgjithshëm, të cilët nuk kanë dhënë as kontribut dhe ne ju kemi pasur edhe gjithë qytetarët të lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është bërë speciale qytetarët të gjithë po gëzojnë lirinë, dhe mendoj se secili do ta merr si vlerët e tij, ta çmoj, ta respektoj dhe jo të veprojë të kundërtën pasi. Zotri Jashari, përmendët të këqija që po i bëhen UÇK-s nga politikanët. Për çka e keni fjalën konkretisht? Po nuk mbrohet lufta. Ne kemi udhëheqësit, themeluesit, barësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës padrejtësisht në tribunalin e Hagës, në gjykatën speciale. Dhe kjo gjykatë është ndërtuar mbi pretendimet të raportit të Dick Martit.
Di që janë të ndara pushtetet dhe politika nuk duhet të përzihet në drejtësi, mirë po kur nuk argumentohet thyrja e madhe që është bërë, kënse ushtria shqiptare dhe pjesëtarët e saj kanë bërë trafikim organesh dhe në 3 ulse që e nul presidentja, kryeparlamentari dhe kryeministri nuk kanë punuar qarime dhe duhet bashkëpunojnë me organet ndërkombëtare të drejtësisë dhe faktikisht të vërtetohet një gjë e tillë, por derisa nuk është vërtetuar deri më sot, edhe kjo gjykatë është dashur të jetë inekzistente, jo të pretendohet atje në bashkëpunim edhe me prokurorinë serbe, po edhe me Argat Dreqit, siç i quhen simboli i rezistencës Adem Demoçi, dhe të mbahen padrejtisht karrierët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Çka do të thotë të mbahet atje presidenti Hashim Thaçit. Hashim Thaçit merret nga ulja e presidentit ti sajohet ti ndërtohet një akt akuzë dhe padrejtisht qëndron atje. Do të thotë këto janë çështje që institucionet kanë obligim moral njerëzor dhe kombëtar që të shohin, të menaxhojnë, po gjithsesi të reagojnë kur bën këto padrejtësi. Gjitha kanë obligim përveç politik, kanë edhe kushtetues që të çmojnë rrugën e berjes lirisë. Jo të afynë dhe jo të shkojnë të shpifin atje kundër vlerës sublimit të popullit të kundit siç është ushtria shqiptare e Kosovës. Zotri Ashari, ju keni refuzuar bashkëpunimin me qeverinë dhe sa i përket shënimit të epopesë OÇK-s. Po çka duhet të bëjë qeveria që në raste tjera të ketë bashkëpunimin tuaj? Dëgjoj. Qeveria duhet të reflektoj. Ne nuk i kemi refuzuar, ne nuk i kemi bojkotuar. Ne ju thash që i çmojmë dhe i respektojmë institucionet, se pa luftën, është dhe gjaku është bërë luftë që të krijohen institucionet. Po këto institucionet duhet ta çmojnë, duhet ta respektojnë luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë qytetare të Kosovës. Duhet të çmojnë gjithë kontributin, gjitha periudhat kohore të popullit, se pa këto sakrifica, pa këto luftra, pa këto përpjekje, sot nuk të shëntlirë. Dhe në radhë të parë kanë obligim që këto vlera, këtij populli dhe këtij kombit të ndrohen me ligj. Ligjet janë, por kjo qeveri duhet të zbatojë ligjet. Ne i kemi afru bashkëpunim, ne kemi bë takime, ne i kemi sugjeruar se si duhet veprohet me këto kategori, cilat janë kërkesat, cilat janë obligimet që dalin nga ligji për kategoritë e dala nga lufta, po besoj që këtë mos bashkëpunim duhet që kërkoni qeverisë pse ka neglizhu dhe nuk ka qenë interesuar që të bashkëpunoj me organizatat e dala nga lufta. Si Ashari, faleminderit shumë për kohën e juaj dhe gjitha këto sharime që i dalë sot në Rreth e Rrotull. Gjithë një. Ishim kështu Kaltrin.